Namazi I eklipsit nuk ka ezan, por ka një thirrje tjetër. Dhe ta gjejmë bashkë këtë thirrjen tjetër të namazit të eklipsit. Ne po bëhemi gati inshallah për të fal namazin e eklipsit. Dhe ja se si bëhet thirrja për namazin e eklipsit. Ta gjejmë tani inshallah taala. Ja dhe besimtarët, mashallah, janë bërë gati për namazin e eklipsit. Namazi I eklipsit do të thotë falen besimtarët Zotit në rastin e dukurisë së eklipsit. Ky është kuptimi I namazit të eklipsit. Pra I falen Zotit në rastin e kësaj dukurie, pra si një formë madhërimi, përkushtimi ndaj të madhit Zot, I cili ka ndorë qiejt dhe tokën, yjet dhe planetet, diellin dhe hënën dhe gjithçka është me lejen e Tij, me urdhmin e Tij. Tani me shpresën e Zotit do të gjejmë se si bëhet thirrja për namazin e eklipsit. Salatul Jamia. Salatul Jamia. Salatul Jamia. Nuk ka numër të precizuar, mund bëhet 3, mund bëhet 5, mund bëhet 7.